Gazetari Gjobagji Elio Laze është arrestuar në kuadër të operacionit policor të koduar Portali 1, i finalizuar nga policia e Tiranës, pas një hetimi për shantazh ndaj një punonjësi të administratës publike. CNA-ja e publikoi më herët rastin, pasi Laze e përdorte portalin e tij për vendosje gjobash ndaj zyrtarëve në këmbim të fshirjes së shkrimeve në portal. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, operacioni u zhvillua nga sektori për hetimin e krimeve kundër pronës në drejtorinë për hetimin e krimeve të rënda, në bashkëpunim me drejtorinë e forcës së posaçme operacionale. Policia thekson se 37 vjeçari u arrestua në flagrancë në ambientet e zyrës së portalit në Tiranë, menjëherë pasi kishte marrë 5.000 euro nga zyrtari që e kishte kallëzuar. Ai i kishte kërkuar këtë shumë për të fshirë disa shkrime të publikuara më parë. Policia ka publikuar edhe pamje nga operacioni, ku duken zarfe me para, të cilat u sekuestruan si provë materiale, së bashku me 4 telefona celular. Ashtu si dhe CNA ka publikuar më herët, autoritetet bën me dije se i arrestuari ka precedent penal për armëmbajtje pa leje, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprat penale, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë dhe mashtrimi.